Ne kemi kurbanin e cila është adhurimi i veçantë për m'ju afru Allahut subhanahu wa taala me këtë ibadet që Zoti subhanahu wa taala po na urdhon në Kur'anin familart, me therr kurban. E kurbani është një ibadet i veçantë, kurbani është ibadet i veçantë dhe është një nder, simbol i madh i Islamit që don të thot çka është fjala kurban, do të thot afërsi afër Allahut. Atër kush e ka bë, kush ka mundësi e ban njetin me therr kurban, duhet me bë për një qëllim. Nuk është qëllimi i mishit, nuk është qëllim tjetër. Qëllimi kryesor dhe fundamental i therrjes kurbanit është therrja e kurbanit, është afërsi afër Allahut. Prandaj Islami është fe e sakrificës. Dhe nëpërmjet kurbanit ti e tregon besimin tanë ndaj madhnisë Allahut, se don t'i afrohesh Allahut me therrjen e kurbanit. E fjala kurban rrjedh nga fjala qaruba, mu afru, afër kujna, afër madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Ku besimtari therr kurbanin për çka? Vetëm për hir të madhnisë Allahut. Zoti në Kur'anin famlar po thot: "Kul o Muhammed, thuaj ummetit, inna salati", se namazi, wa nusuki dhe kurbani, wa mahyaja wa mamati, jeta dhe vdekja, janë lillahi rabbil alamin. Prandaj kurbani nuk therrët në emër dikujt. Kurbani nuk therrët në vend të caktuar, të filan guri, të filan vorri, të filan druni, po ka kritere të veçanta. Kurbani therrët me njet të pastër, për hir të Allahut, për t'ju afru Allahut subhanahu wa taala me therrjen e kurbanit. Për të tregu besimin në njëshmërinë e Zotit, se ky Allah që është një më ka urdhëruar me therr kurban, dhe unë e therr këtë kurban në ditën e caktuar mas faljes së Kurban Bajramit. Dhe Allahu po ta mundson ty me therr kurban me qëllim që t'i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Kurbani është, vëllezër, është urdhën hynor. Zoti po na urdhon me therr kurban, edhe po thot ti fale namazin dhe therrë kurbanin. Masi Allahu ka urdhnu, Allahu e din çka është më i mirë për ty. Dhe nëpërmjet kësaj mirësie dhe këtij adhurimi dhe këtij ibadeti, se edhe njerëzit tjerë therrin kurban, po jo në emër të Zotit. Dikush therr në emër të djallit, në emër të shejtanit, dikush në emër të kufrit, dikush në emër të dikujt tjetër, dikush në emër të shehut, dikush në emër ku ta diunë. A ne therrim kurbanin vetëm në emër të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj inna a'tayna kal kauthar fasalli li rabbika wanhar. Dhe therrë kurbanin, fale namazin dhe therrë kurbanin. Kështu na porosit Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, masi Allahu na ka urdhnu, atëherë ne a e dojmë Allahun, atëherë masi e besojmë Allahun dhe e dojmë Allahun, ne duhet me dëshmu këta dhe me vepra që me therrjen e kurbanit t'i afrohemi Allahut subhanahu wa taala. Janë disa rregulla përveç çështjes së besimit, se ne e çojmë urdhin e Allahut në vend, e çojmë sunnetin e pejgamberit në vend, tregojmë falëndrimin ndaj Allahut për mirësitë e shumta, që historiku i gjatë i kurbanit fillon prej kohën e Ibrahimit alayhis salam, kur Allahu ja kompenzon kurbanin me therrjen e djalit të tij që ka qenë në gjendje me sakrifiku djalin e tij. Allahu është i mëshirshëm dhe na ka urdhëruar që kurban me therr, dele, dash, lop, deve, me therr në emër të Allahut. Me qëllim, thash, vetëm se mi ju afru Allahut subhanahu wa taala. Dhe janë disa rregulla që shpeshherë, se kjo është adhurim një herë në vit, edhe po e harrojnë xhamati, edhe ka disa pyetje që paraqiten disa herë hoxh, ne jemi 7 antar, jemi 5 antar, a mjafton një kurban me therr për një njeri, apo një kurban duhet për një familje? Do thotë, nëse njeriu është domaçin i shtëpisë dhe janë 3 antar, janë 5 antar, e therr një kurban, mjafton një kurban për një familje. Po nëse Allah i ka dhënë bereqet dhe ai ka mundësi me therr kurban, edhe don me bën njëtin për secilin antar të familjes me therr kurban, a ban? Edhe kjo ban, dhe kjo është më e vlefshme. Edhe shpërblimi tek Allah subhanahu wa taala është më i vlefshëm. Edhe për këtë ka argumente nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
ulemaja kanë thonë çka është hukmi i therjes kurbanit. Kurbani në medhebin Hanefi edhe shumica xhumhurul ulema kanë thonë se është vajib, therja kurbanit është obligim për atë i cili ka mundësi, pasi që është urdhën, se Allah për të urdhënon me therë kurban, e urdhni do të thotë e ka hukmin e vajibit. Prandaj nuk duhet të anashkalohet kur musliman të na bëjnë darse me 300 dasmor, e bën darse me 5.000 dhe 10.000 euro, edhe kënena vetë, këtë luksoze nuk i le anësh, kur vjen kurbani, thot hoxh, a dona unë me therë kurban, a s'dona me therë kurban. Prandaj, ti që therë kurban nuk hub, vetëm fiton. Prandaj, mos u ban koprac, se me kurban i afrohesh Allahut, e çon urdhin e Zotit në vend, e çon urdhin e pejgamberit në vend, i gëzon antarët e familjes me therjen e kurbanit dhe me simbolin e kurbanit, e tregon solidaritetin dhe humanitetin tanë ndaj njerëzve të varfër, dhe i jep, do të thotë Islami është fe dhe humaniteti, dhe nëpërmjet dhënës e tregon zemërgjënësinë tonë ti. Andaj këtë bota islame në ditën e Kurban Bajramit therin kurban dhe askush se ma krejt për vete. Po çka është rregulli i kurbanit? Një pjesë e ndal për vete, një pjesë i jep familjarëve të afër dhe një pjesë e shpërndan njerëzve të varfër. Shumica e besimtarëve, sidomos në trojet tona, e preferojnë këtë hoxh, po filan familja s'ka, ban me majt këtë, në ta ma krejt për vete, nuk prish punë, por vlefta apo rregullat apo e pëlqim është që kurbani të shpërndahet në këto rregulla. Pastaj kurbani më i mirë është kurbani jo me shku me marr kurbanin më të dobët. Kurbanin i cili është sakat, kurbani i cili për shembull është çor nuk shef, po kurbani ka kushte dhe rregulla. Prandaj delja duhet me qenë mbi 6 muaj sipas kritereve të sheriatit, lopa duhet me qenë mbi 2 vite dhe devja duhet me qenë mbi 5 vite. Do të thotë kështu e tregojnë rregullat e fikut se si duhet jenë, do të thotë kurbani. Dikush ka mundësi, sidomos gjatë therjes së kurbanit, i bëjnë disa gabime dhe s'ka mundësi me therë vetë dhe thirë kasapin, dhe thotë kasapit ta ka mundësi, thot, me therë kurbanin ti, e unë ta jap lëkurën, ose ta jap një copë mish, a ban këtë formë, fetarisht nuk lejohet kjo. Po fetarisht jep hakun e shërbimit të therjes së kurbanit, ndërsa nuk kompenzohet kjo. Edhe sidomos lëkura edhe pjesë do të kurbanit, nuk duhet muslimani mi gjujt në për rrugë, e me mushë rrugën me bërlok. Islami është fe e pastërt. Muslimani duhet më ka një pastër, dhe nuk duhet me pengu rrugën, dhe duhet më ka një rnek i pastërties. E jo në ditën e Bajramit mi ba rrugët e tona kitë me gjak, dhe kitë me lëkura, dhe kitë me kotësi dhe kuta dione. Prandaj duhet me pas kujdes, me tregu terbije. Por është vendi i lëkurave ku i mbledhen dhe ku i japin për sadaka, është vendi i gjubrave ku duhet hedhen dhe duhet muslimani me marrë najlona dhe mi pastru ata, e jo me pengu rrugën, e jo mi pengu rrugët e tona dhe mi ba, do të thotë me gjubrë dhe me mbeturina. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes. Edhe nuk lejohet as se si nuk lejohet që muslimani me shit diçka nga kurbani. As se si nuk lejohet me shit diçka nga kurbani. Prandaj këto janë edhe disa rregulla të kurbanit, edhe pse ka shumë mesele tjera, po që duhet mi pas parasysh muslimani. Ajo çka është më e rëndësishme, se kurbani ose therja kurbanit është afërsi tek Allahu, duhet mi plotsu kushtet e kurbanit, kurbani mi plotsu kushtet e veta, dhe me qenë yrnek muslimani human dhe me qenë solidar.